Jeta me Jezus Krishtin është një jetë më të vërtetë e lirë. Jo sepse nuk ka sfida, sfidat janë pjesë e jetës. Por krahas sfidave, krahas situatave, ne kemi paqen sepse ai ka thënë se unë do të qëndroj me ju çdo ditë. Jo sepse nuk ka probleme, se nuk është jeta pa probleme, por ende pa ardhur e nesërmja, unë e di që jam fitimtar, edhe pa ditur se çfarë do të bjerë nesërmja. Kur me parë mungoj ke shpresa, tash kam shpresë. Kur me parë vdekja ishte fund, tash nuk është fund, unë jam i përjetshëm. Kur me parë jeta pas vdekjes ishte një mister, nuk dije kush do shkon në ferr, kush nuk do shkon në ferr. Bibla e fol qartë kush shkon në ferr, kush jo. Kështu që më duhet ta marr këtë Jezus Krisht për të mbrojtur nga ferri. Kur me parë isha i bazuar në veprat, tash nuk jam i bazuar në veprat. Është dhurat. Jezus Krishtin së ne fitoj me veprat tona, sa do që të mirë jemi. Ka shumë njerëz që janë më të mirë se sa unë në këtë botë, që bëjnë vepra shumë më të mira se sa unë, por në fund është besimi në Jezus Krishtin ai që vendos, atëherë pas besimit në veprat. E kjo më bën mu që më afrua afër tij edhe me jetu një jetë çdo ditë me ta.